Se gjendemi pranë një shoqate këtu në Cimbergë, ku kemi ardhur të vizitojmë një shoqatë shqiptare nga Resnja. Mirëmbrëma zoti Sadri, dhe cili është qëllimi i organizimit të këtij manifestimi këtu sonte? Mirëmbrëma, mirë se na erdhët. Së pari ju falenderojmë për vizitën që na i bët këtu. Na i rritet vlerën edhe neve, edhe të gjithë shqiptarëve. Sa i takon këtë mbrëmje shoqërore që shihni këtu, njëkohësisht është edhe mbrëmje argëtuese. Ne jemi gurbeqinjtë që kemi ardhur këtu nga rrethet të Prespës, manastirit, ka familje nga Ohri, nga Struga. Këto organizime që sot faktikisht po plotësojnë në 10 vjet që kemi filluar me organizimet e këtilla, ka karakter shoqëror, argëtues, kulturor, po njëkohësisht edhe human. Brenda këtyre 10 vjetëve kemi organizuar në çdo vit, kemi bërë planin e punës, kemi bërë caktuar mbrëmje gazmore. Shoqata Valet e Prespës karakterizohet që disa herë në vit ju mlidheni dhe të bëni gjithë anëtarët e familjeve tuaja dhe festoni dhe manifestoni kështu së bashku, këndoni, vallëzoni. A do të vazhdojmë me këtë karakteristikë edhe në të ardhmen në shoqata juaj? Një nga principet themelimit të shoqatës është që çdo antar të jetë pjesëmarrës me familje, me gra, me fëmijë, me pleq. Dhe siç e shihni edhe sonte, kjo është e vërtetë. Pastaj një princip tjetër që kemi zbatuar është edhe çdo antar që shihni këtu merr pjesë vullnetare në aktivitet. Si është bashkëpunimi me shoqata dhe asociacione tjera shqiptare që jetojnë dhe veprojnë këtu në Danimarkë? Po, gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare, ne kemi bashkëpunim të suksesshëm, për shembull me vetë Radio Zërin të Kosovës, pastaj kemi me shoqatën Zene Lasani me Selin në Baleruk, të bashkëdhetarët tonë atje vinë nga të shumica janë nga fshatin e Rasht, pastaj kemi bashkëpunuar me shoqatën 97. Zoti Sadri, ne ju dëshirojmë suksese dhe fat në të ardhmen dhe të vazhdoni që në gëzim dhe harmoni të keni gjithmonë në festat e juaja që i organizoni jashtëzakonisht bukur. Ju falemnderit, ju dëshiroj edhe juve suksese në punë dhe falemnderoj njëkohësisht edhe për vizitën që na i keni bërë. Të nderuar teleshikues, këtu në manifestimin e 10 vjetorit në shoqatën Valet e Prespës kemi edhe një fëmijë të talentuar i cili ka shprehur dëshirë që ta recitojë një poezi. Ta ndëgjojmë, si e ke emrin çuni? Gani. Gani, a shkon në shkollë shqip? E shkoj, privat shkoj. Privat, cili klasë? 4. Mirë, po ti dëshiron të recitojsh një poezi në gjuhën shqipe, apo? Ta ndëgjojmë si quhet poezia dhe recitohet. Jam trim dhe besnik, as njeriut s'ja kam frik, për flamurit ku që zi, për tokën Shqipëri. Ja vdekja, ja lëri, uron, Gani, orani, ka Prespa. Oj Kosovë bukuri, ke lëftur për lëri, për adhe dhe flamur, për t'i vetës vete shkur. Shumë bukur, Gani. Ne të falenderojmë për këto poezi shumë bukura. Faleminderit. Dhe të këshillojmë të shohësh televizorin ton në gjuhën shqipe në premte. Faleminderit. Edhe do të shohësh veten se si ke recituar, edhe të uroj suksese në gjuhën shqipe dhe në shkollën përgjithësi. Faleminderit. Siç thamë, do të vazhdojmë edhe me një këngë nga rrethi Prespës. O shoke më mari mali, o shoke, o me mari mali, hajtë hajtë o shoke. O mor me mor, Kuqente, o bilbiloi, o mor Kuqente Ismail Qemalja në pari. oj, oj, o mor me Iso djema, iso!
Paris brenda në kralërin e taj. O bilbiloi, o morzizo. Hajde rrin e taj. O morzizo. O fos Mailo, fon me kaja ju në fla. Hajde ju në fla. O ju në flas është më dy gjana cakom. Hajde cakomi. O cakomi ta që ven vino në stampo. Në Stambol, vine mor, Në stampo. në Stambol, vine mor, O në stampo vene qëndrojnë o Shqipëri. o bilbiloi, prine mor, s'na pranojnë. Hajde Shqipëri. Shqipëri, prine more, s'na pranojnë. O Shqipëri tre vilajet o si qkeqa. Si qkeqa, në mordo të jetë. Hajde si qkeqa. O bilbiloi,